Sunderland po shkëlqen këtë sezon në Premier League dhe 17 pikët e grumbulluara pas 9 javësh nuk janë një rastësi. Rikthimi në elitën e futbollit anglez pas 9 vitesh mungesë po shoqërohet me performanca të qëndrueshme dhe një ekip që po konsolidon konceptet e trajnerit francez Régis Le Bris. Pas viteve të vështira mes Championshipit dhe Ligue 1, tifozët e Black Cats kanë arritur të gëzojnë rikthimin e skuadrës së tyre në nivelet më të larta. Përveç rezultateve, është afati i kalimtar veror që ka bërë diferencën duke kombinuar rinovimin e ekipit me eksperiencë dhe talent të ri. Sulmi mes fusha dhe blerjet që bën diferencën. Në sulm, francezi Wilson Isidore ka shënuar 4 gola, ndërsa mes fusha udhëhiqet nga eksperienca Granit Xhakës dhe energjia talentit të ri maroken Shemzdin Talbi. Ky kombinim i rinisë dhe eksperiencës është ndërtuar hap pas hapi gjatë afatit kalimtar të fundit në drejtimin e drejtorit sportiv Florent Ghisolfi, i cili ka sjellë njohuritë e tij nga kohat e Roma. Sunderland ka investuar mbi 150 milionë euro këtë verë dhe rezultatet po ndihen menjëherë. Në mesfush, përveç Xhakës, aktivizohet edhe ish lojtari i Romës, Enzo Lefi, dhe Habib Diarra nga Strasburg. Mbrojtja është përforcuar me ish lojtarin e Paris Saint-Germain, Nordi Mukiele, dhe holandezin Luc Farel Gertruda, i lindur në 2000 dhe i marrë nga Leipzigu pas paraqitjeve të shkëlqyera me Feyenoordin. Në sulm, përveç Isidore, klubi ka sjellë dhe Brian Brobby nga Ajax, duke kompletuar një afat kalimtar që ka marrë nota të larta. Régis Le Bris, trajneri francez i Sunderlandit, është një nga figurat kyçe të suksesit të skuadrës. Ai ka arritur të fitojë zemrat e tifozëve që nga ardhja e tij nga Lorient dhe ka përmbushur pritshmëritë e klubit. Sfida ishte e qartë të rikthehej Sunderlandi në majat e futbollit anglez pas periudhës së vështirë që përfshinte rënjen nga liga kryesore në 2017 dhe kalimin në Ligue 1. Rruga drejt rikthimit ka qenë e gjatë, por e suksesshme. Sezonin e kaluar Sunderlandi përfundoi në vendin e 4 në Championship dhe arriti të siguronte pjesëmarrje në play-off. Pas një gjysmëfinale të tensionuar ndaj Coventry City, ata fituan finalen ndaj Sheffield United 2-1 fal golit vendimtar të Tom Watson në fund, duke siguruar rikthimin në Premier League pas 8 vitesh mungesë. Tani pas vetëm 9 javësh, Sunderland po ndërron për Ligën e Kampionëve dhe duke vazhduar me këtë ritëm, skuadra e Le Bris do të jetë një sfidë e vështirë për çdo ekip. Historia ndërkombëtare dhe ëndrat evropiane. Sunderland ka një histori të veçantë edhe në arenën ndërkombëtare, megjithëse e shkurtër. Klubi ka marrë pjesë vetëm një herë në Kupën e Kupave në sezonin 1973-1974, pasi fitoi FA Cup ndaj Leeds United. Në atë edicion Sunderland eliminoi Vasas Budapest, por u ndal nga Sportingu i Lisbonës në raundin tjetër. Një ekip i udhëhequr nga Bob Stokoe dhe më lojtar të shkëlqyer si portieri Jimmy Montgomery, Tony Towers dhe kapiteni historik David Watson. Tani Sunderland po shkëlqen përsëri, por kësaj here në nivelet më të larta, duke shfaqur se kombinimi i lojtarëve të rinj dhe të përvojës, së bashku me një afat kalimtar të mençur dhe një trajner të aftë, mund ta kthejë ekipin në protagonistin e Ligës Premier dhe pse jo, të ëndërrojë për një rikthim në Evropë.